Rreth 2 muaj kanë mbetur nga mbarimi i mandatit të kreut të Partisë Demokratike, Sali Berisha, më 22 maj. Nga mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike, u bë e ditur se afati i përfundimit të procesit për zgjedhjen e kryetarëve dhe kryesive në deg do të jetë 30 prilli. Zgjedhjet për kryetarin e Partisë Demokratike janë planifikuar të mbahen më 23 maj. Ndërkohë, më 6 qershor pritet të zhvillohet edhe kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike, ku do të formalizohen struktura drejtuese dhe vendimarrjet e reja politike të kësaj force. Vet Berisha më herët ka deklaruar se nuk do të respektonte Nenin Basha dhe nuk do të afusë partinë në zgjedhje të reja për kryetarin. Neni parashikon se kryetari i Partisë Demokratike duhet të largohet nga detyra nëse humb zgjedhjet parlamentare. Gjatë mbledhjes së kryesisë është vendosur edhe ngritja e një grupi pune që do të merret me rishikimin e statusit të partisë. Sipas burimeve, grupi do të kryesohet nga Gazmend Bardhi, ndërsa anëtarët do të jenë edhe përfaqësues të partisë.